përgjithbërjen janë thuajse inekzistente? Shiko, nuk ka gjykat, unë nuk njoh në historinë botërore, gjykat marrë raciste, gjykat e cila me 4 kamt i shkel të drejtat e njeriut për mënyrën që njerëzore që shëban prej arrestimit, prej vendosjes të burgosurve në paraburgim në Hagë dhe mënyra se si trajtojnë edhe familjarët të tyre. Po kjo është një temë krejt tjetër. Po, edhe të na merrte shumë kohë, por me qenë se tha që jeni investuar së bashku me bashkëshorte në dosjen voluminoze, ku tregohen fakte për arrestimin e sajuar të manipuluar të fakteve për Thaçin. A do të ndikojnë këto në pozitën e tij penale? Çfarë peshe mund të kenë? Shiko, nuk Cilat janë pritshmëritë apo llogaritet që keni edhe në raport me diskutimet që keni bërë me jurist? Nuk është ndonjë sekret tani më, me qenë se presidenti Trump veç është betu për të deklaruar publikisht që fal këtij raporti, ish kryeprokurori Jack Smith, pastaj prokurori i cili bëri ndjekje penale ndaj presidentit Trump, u vu për para akuzave shumë të rënda nga Kongresi Amerikan, nga mediat amerikane, dhe fal këtij raporti është bën edhe shkarkimi i Jack Smithit, për shkak se atje janë argumentu dhe janë dokumentu të gjitha skandalet që Jack Smith i ka bërë gjatë kohës kur ishte kryeprokuror në prokurorinë speciale të Hagës. Prej mënyrës se si i ka trajnu dëshmitarët se çka me fol, çka me deklaru, dhe deri te lidhjet e tija të drejt për drejta me shërbimin sekret serb të quajtur Bija Serbe. Të falenderoj për gjithë informacionin e përcjell. Në fakt mbeten më pak se 60 minuta nga momenti që do të nisësh programin. Suksese. Shumë faleminderit. Shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare. Në pjesën e fundit do të përcjellim edhe sot zhvillimet që vijnë nga shtëpia më e famshme shqiptarëve Big Brother VIP 4. Pas pak.